Përshëndetje, jemi me, vetëm një moment dua të çekoj diçka. Okej. Jemi me videon për të shpjeguar tani mekanizmin e strategjisë e për buy position. Dhe më lini të ndryshoj vetëm këtë gjë. Buy position, normal që do anashkalojmë orarin kur hapet London Session, do kemi, do me thënë, chartet e hapura tek Euro Poundi dhe Euro CF, si dhe të kemi të qarta supply-n dhe demandin më të afërt. Dhe në këtë rast ne do shohim a ndodhemi as ndodhemi në një zonë të rëndësishme demand, dhe në momentin që nuk ndodhemi në një zonë të rëndësishme demand, nuk ka sens të vendosemi tregti buy. Një lëvizje buy shkaktohet vetëm nga një demand, pra nga një kërkesë. Dhe në qoftë se jemi në një demand, do shohim për një tregti të mundshme. Tani, që t'i bjem shkurt, mos përsërisim veten, unë të paktën këtë mundet ta marr dhe ta bëj paste këtu. Dhe në momentin që ndodhemi në një zonë demand, do shohim për konfirmime. Pra, do shohim për konfirmime në qoftë se strukturën do e kemi në favorin ton për buy, jo për sell, thjesht po ndroj këto për buy, do kemi një strong rejection për buy. Pra, dy nga konfirmimet e mundshme që me këtë konfirmim ne të hapim një tregti buy. Dhe siç e tham, siç e shpjegova dhe tek pjesa e supply-t, ne tani do fokusohemi vetëm te demandi, dhe siç folëm për te supply, ne kemi kemi dy raste. Pra, vetëm të shoh në qoftë se i kam vendosur ok, po shumë bukur janë. Rasti i parë është struktura në favorin ton. Dhe kur them struktura në favorin ton, marrim demand zone që është këtu, dhe kemi një lëvizje e cila është korrigjuese rënëse. Dhe kjo lëvizje shpeshherë tregon që nga momenti në moment mund kemi një lëvizje të kundërt bullish. Pra ne kjo na hyn në punë, kjo lëvizja këtu që do shkoj buy. Po e vendos me një ngjyrë të bukur, vetëm një moment. Pra, ne duhet të kapim këtë lëvizje në buy këtu. Dhe vetmja gjë që do na jap konfirmimin ne kur jemi këtu është një qiri strong bullish. Dhe që ne të kapim këtë lëvizjen buy këtu, konfirmimin na jep një qiri i fort bullish. Dhe në momentin që ky do na jepet si një konfirmim, ne vetëm ta shoh si e bëra këtu që ta bëjmë të jemi në të njëjtën linjë. Pra, shitsat u futën do me thënë këtu, kjo do na tregoj që blersat u futën në market. Gjithashtu do na tregoj që të futemi buy. Pra, e gjithë ideja këtu është që të futemi buy në momentin që mbyllet ky candle një orash, gjithmonë. Pra, po e vendos dhe këtu që ta kemi mëse të qartë, po e bëj kështu, dhe po e vendos një orash, ose një. Dhe ky do ishte modeli i parë i konfirmimit që ne të futemi në një tregti buy.
normal stop loss-in, si që thash, 5 pips poshtë zonës, dhe do me thëmë 15 pips do përdorim stop loss-in e zakonisht, vetëm në rastet veçanta do përdorim 20 pips. Pra, kjo ishte për pjesën e modelit të parë të konfirmimit. Tani modeli 2 i konfirmimit do kemi modelin e strong rejection nga një qiri bullish. Pra, e njëjta gjë, kemi demanding këtu, poshtë. Nuk kemi strukturën në favorin ton, po kemi një refuzim shumë të fort nga një qiri bullish, strong bullish candle. Dhe kjo do na bëj ne të bëjmë të njëjta gjëra. Pra, kjo do na bëj të kuptojmë që ky qiri po na tregon që vlersat po futen në market pikërisht në këtë zonë demand dhe do vendosim tregtim për buy me stop loss normal siç dhe tek skenari do me thënë i strukturës në favorin ton. Pra, këto janë dy skenare dhe për buy position, si që ishin dhe për sell position. Tani, e mira është që të shohim, këta e shpjegova tek video e parë, ideja është që tani të gjejmë diçka që të na tregoj për sa e përket buy position. Do marr një shembull që është një shembull i mirë për ne. Vetëm një moment, sepse ka shumë shembull, të them të drejtën, për shembull tek euro CF, me që se kemi cekur euro CF fare, po shpjeguam do me thënë vetëm pjesën e euro poundit sell. Tani, në qoftë se e shikoni, shko sa bukur po krijohet tregu në këtë zonën këtu. Në qoftë se shkojmë në 4 orarsh, shohim qartë që kemi këtë zonë supply këtu që unë e kam markuar, është tepër larg, po që kjo është limiti që është kapur në 10 prill. Pra, limiti ka marrë më shumë këtë pjesën këtu, mund të ishte edhe më e vogël, po nese. Dhe çfarë ka ndodhur? Ne gjithmonë do shkojmë në 1 orarsh për të parë konfirmimet. Ka ndodhur që kemi pasur këtë refuzimin këtu, i cili ka ndodhur në orën 5, normal që nuk ka entry në këtë lloj ore. Kemi pasur, komplet, kjo këtu është thjesht një manipulim që ka bërë tregu, dhe kjo ka qenë një refuzim i kësaj zone këtu, që është sky më i fundit, dhe këtu kemi pasur një lëvizje buy, po unë nuk i pëlqej këto, dua të jetë që struktura të jetë shumë e favorshme. Dhe në qoftë se e shikoni, kemi pasur dhe këtë lëvizjen, do me thënë kemi pasur këtë konfirmimin këtu. Ja ku është fix konfirmimi që unë dua, edhe pse ora është 2, besoj është në mbyllje të dyshit, po, që i bie mund të futesh nga sa po mbyllet qiriu 4 orarsh, dhe kjo mund të ishte një tregti e mirë për shembull, sepse besoj do jetë kapur, s'është kapur take profiti brenda asaj dite, po diçka profit do kishim nxjerr këtu. Tani, flasim për momentin që jemi, sepse kjo po jep një mundësi të mirë bullish.
Si që shikoni, kemi ngecur këtu, pra struktura nuk është strukturë korrigjuese rënse, po kemi ngecje, kemi një range. Dhe pas kësaj, këtu është ora 9, e kemi këtë strong rejection këtu të orës 9, po ne normal thamë që do e shmangim këtë orar me patjetër. Dhe në qoftë se e shohim, kemi këtë qiri i cili është i orës 10, por është bearish, duhet të presim, nuk mund të bëjmë një entry long në një qiri bearish, dhe në orën 11 është mbyllur ky qiri bullish i fort, i cili ka mbuluar sidomos këtë qiri këtu bearish. Dhe këtu është konfirmimi për entry. Pse? Kemi refuzuar zonën demand, kemi refuzuar zonën demand, se zonën orën 9, ne tonë shkon bearish, shkon dot, dhe tani kemi lidhje qiri bullish të fort. Dhe take profit i pesë pips, çka i bie ska të zonë mensuar ka rënë këtu, dhe pips stop-loss poshtë që ti nesi. Kjo është tregtia e cila mund shkojë shumë mirë, shumë mirë bull. Në një moment ta rikësi këtu. Okej, rast long. Pra, rast vetëm ta ndroj pa ngjyrën se rast për të bërë entry long ose buy, po e marrë me që e kemi. Dhe tani okej, pa që bëjë rasti për një tregti long. Pra, kjo do ishte perfekte, tregtia perfekte, nuk ka një. Dhe do marrim dhe këto për t'i shënuar rasti në një zonë. Kemi refuzuar zonën demand, kemi refuzim strong bullish në këtë rast, kemi do në këtë rast 15 pips, dhe me thënë është fix në zonën supply. Pra, që të kthejë çmimi, na kap tek profiti ne dhe më pas kthejë çmimi. Kjo është një shembull, një rast ku ne mund kishim bërë një entry buy tek EuroCF, dhe pikërisht sot që është ditë e premte dhe që unë i bëra këto 2 video, kemi na është dhënë rasti të Europound-i që është një tregti e mirë për short, dhe tek EuroCF që është një tregti e mirë për long. Dhe vetëm në një ditë na jepen 2 raste. Pra, java shkon me shumë raste me këtë strategji, pra nuk ngelemi pa raste, pa tregti, domethënë, kështu që është shumë strategji që është strategji efektive. Pra, jemi shumë afër mbarimit të kursit, sepse mekanizmin se si do funksionoj strategjia për një sell position dhe një buy position tashmë u shpjegua në mënyrë të detajuar dhe me nga një rast ose me nga një shembull të detajuar, domethënë, dhe mënyrën se si unë do bëja entrin, dhe tani besoj që duhet të kalojmë në disa çështje të